Sot do të flasim për një temë thelbësore që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, ka të bëjë pikërisht me fuqizimin e gruas në shoqëri, pavarësisht se ka një kuadër ligjor të zhvilluar, sipas raporteve të fundit duket se në fakt ndeku gjinor vazhdon të ekzistojë kryesisht në tregun e punës, në paga, në bujqësi, në aksesin në fondet publike. Për të biseduar për gjitha këto, kemi kënaqësinë që në këtë podcast të kemi eksperten ligjore, zonjën Iris Alia. Iris, kënaqësi të bisedojmë për këtë temë. Kënaqësi dhe ju falenderoj për ftesën. Siç e thash, Shqipëria ka një kuadër ligjor relativisht të zhvilluar, është folur shumë për fuqizimin e grave, por si duket ky kuadër ligjor? Është i zbatueshëm në praktik apo shumë i mirë në letër, nga pikpamja teorike? Mirela, unë së pari doja të falenderoja një herë për mundësinë për të diskutuar bashkarisht në lidhje me këtë temë, e cila është një temë goxha e rëndësishme dhe sidomos që ndikon drejt për së drejti tek gratë dhe vajzat në vendin tonë, edhe në fakt shumë pak flitet për këtë lloj tematike. Në lidhje me fuqizimin ekonomik dhe social të grave, unë do doja që të ndalesha pak tek aspektet se çfarë do të thotë të fuqizosh gratë edhe vajzat, si nga pikpamja ekonomike dhe sociale, dhe pastaj për ta ndërlidhur edhe me pjesën e barazisë gjinore edhe me kuadrin ligjor që ne kemi. Nëse flasim për fuqizimin ekonomik të grave, duhet kemi parasysh se ky është një proces gjithëpërfshirës, i cili duhet të jetë afatgjatë. Pra, nuk mund të ketë ligje apo politika të cilat të jenë të fragmentuara, por kuadri jon ligjor, ashtu edhe politik, duhet të ketë masa konkrete të cilat janë të vazhdueshme. Dhe çfarë synohet nëpërmjet këtyre masave? Duhet që gratë të kenë mundësi reale, të kenë në duart e tyre mjete konkrete ligjore, për të cilat ato të ndikojnë në pjesën e fuqizimit të tyre ekonomik. Gjithashtu, një element tjetër me rëndësi është edhe pushteti që duhet të kenë gratë në vendimarrje. Kjo për një jetesë me sa më dignitet, të jenë sa më të pavarura, të kenë sa më shumë të drejta, dhe nëse i krahasojmë me burrat apo djemt. Dhe ndikimi i këtyre është si në shoqëri dhe në komunitetin që jetojnë, por nga ana tjetër dhe në shoqërinë tonë, në tërësi. Nëse ne flasim për fuqizimin e grave, nuk është thjesht një mbështetje sociale, por është një transformim rrënjësor dhe strukturor i rolit që kanë gruat si në ekonomi, ashtu në shoqëri dhe në tërësi në gjithë vendin tonë. E kuptoj. Nëse ne flasim për fuqizimin ekonomik të grave, duhet të kuptojmë që gratë duhet të kenë të drejta të barabarta për pjesëmarrje në tregun e punës. Duhet të kenë një punë të denjë me një pagë të barabartë, ashtu sikurse burrat edhe djemt. Nga ana tjetër ato duhet të kenë pavarësi financiare. Pavarësia është element i rëndësishëm, se nëse nuk janë të varura ekonomikisht nga pjesëtarë të tjerë të familjes, atëherë varësia ndikon edhe të çështjet të tjera, të përjashtimit social, të dhuna, të diskriminimi, të cilat janë element që ndikojnë tek pjesa makro, le të themi, e fuqizimit ekonomik. Patjetër që duhet të kenë akses në tokë, në pronë, në fonde, në subvencione, në politikat publike të shtetit shqiptar, por nga ana tjetër duhet të kenë mundësi që të zhvillohen nga ana profesionale, të rritin aftësitë e tyre. Ndërsa nëse ndalemi te aspektet e zhvillimit social, kjo lidhet me rolin që ka gruaja në shoqëri, me statusin që ajo ka. Patjetër që edhe përfshirja e saj në jetën publike, në pjesën e vendimarrjes, stereotipet, mënyra se si ndikojnë stereotipet, njohja dhe respekti i rolit të gruas si në familje, ashtu edhe në shoqëri. Fuqizimi ekonomik dhe social i grave lidhet thelbësisht me arritjen e barazisë gjinore. Barazia gjinore nuk mund të realizohet nëpërmjet kuadrit ligjor, parimeve kushtetuese, përmirësimeve që ka pësuar legjislacioni jonë. Por nga ana tjetër është përmes fuqizimit real që duhet kenë gratë në jetën ekonomike e sociale. Ndalemi pak këtu, është një ligj i ri shumë i debatuar në shoqërinë, në grupe interesi të ndryshme. Megjithatë, unë dua të di, e fuqizon pozitën e gruas ky ligj apo jo? Falenderoj shumë për pyetje dhe për gjithë debatin që ka shkaktuar ky ligj. Edhe ka pas goxha edhe element të keq informimit.
Kështu që është e rëndësishme që të ndajmë pak edhe çështjen e koncepteve, sepse ngatrohen edhe konceptet. Barazia gjinore është shumë e thjeshtë. Përveç këtyre elementeve që unë përmenda, gratë dhe vajzat kudo, jo vetëm në Shqipëri, por në botë, duhet të kenë të drejta të barabarta dhe mundësi të barabarta. Edhe qasje të barabarta në të gjithë elementët që ka fuqizimi ekonomik dhe social i tyre. Dhe ligji ynë i ri për barazinë gjinore, nuk bën asgjë tjetër sa që ofron këto mundësi, këto shanse të barabarta për gjitha gratë edhe vajzat. Shqipëria nuk është se ka për herë të parë miratimin e një ligji për barazinë gjinore. Është një ligj i cili ka qenë miratuar për herë të parë në 2008. Shumë nga konceptet që ka ligji i ri kanë qenë aktuale dhe në ligjin e vitit 2008. Ligji i ri për barazinë gjinore, por edhe kuadri ligjore dhe gjithë masat që shteti ynë ka marrë është që të parafrohet me standardet që kanë vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe ligji i ri jep grave mundësi shumë të mira. Pra është një mjet goxha i fuqishëm që kanë gratë në duar për të barazuar në fusha të ndryshme, siç është punësimi. Edhe ligji i vjetër dhe ky ligj e njeh punën e papaguar të grave. Tani i takon ligjvendësit për mënyrën se si do nxjerrë aktet në ligjore, se si kjo punë do të njihet dhe do konsiderohet si një punë për gratë dhe vajzat, të cilat janë më shumë kujdesen për familjen, për fëmijët, për të moshuarit apo nënat të cilat kanë fëmijë me aftësi të kufizuara. Pra gjitha këto do të jenë të sanksionuara në ligj. Varet se si do të jenë pra këto, le të themi, amendamentet e ligjit për të kuptuar kategoritë që do të preken nga ky ndryshim ligjor apo jo. Ligji aktualisht ofron barazinë në shumë fusha. Një fushë e rëndësishme është pjesa e punësimit. Ku parashikon masa, ngritjen e institucioneve konkrete, ndihmon që gratë mos të diskriminohen në punë, si në momentin që bëhet pjesa e rekrutimit, për pjesën e pagës, parashikon pagë të barabartë. Që ky është një parashikim që ne kemi edhe në kodin tonë të punës. Ligji për barazinë gjinore, përveç gjithë elementeve që unë përmenda, ai e shikon barazinë gjinore jo si parim, se nëse ne shohim ligje të ndryshme, parimi i barazisë gjinore është thuajse në të gjitha ligjet që ne kemi, dhe sidomos edhe në ligjet e reja, të cilat edhe në kuadër të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian po ndryshojnë, por në fakt e shikon si një objektiv i cili është i matshëm dhe i detyrueshëm. Ligji synon barazi efektive, pra atë barazinë substanciale, që është e domosdoshme, dhe jo vetëm një dokument i cili i ka të parashikuara të drejtat në mënyrë të barabartë, si për gratë, vajzat, djemt apo burrat. Parashikon masa të veçanta në lidhje me arritjen e barazisë gjinore. Një element tjetër i rëndësishëm është buxhetimi gjinor. Pra që të gjitha ligjet që do të dalin duhet të buxhetohen. Ky ligj ka kontrollin post-legjislativ. Çfarë do të thotë? Është një element me rëndësi ku vendi apo institucionet të tjera do të shikojnë zbatueshmërinë e këtij ligji. Pra, a është i zbatueshëm, a është efektiv, a ndikon realisht në jetën e grave dhe vajzave, ka leje të paguar, për sa i përket grave dhe vajzave, për shembull pas lindjes ose gjatë lindjes, ose për kujdesin që ato duhet të kenë për fëmijët apo për pjesëtar tjetër të familjes. Gjithashtu ka mbështetje specifike për viktimat e dhunës, për nënat e reja, mbrojtja sociale dhe shëndetësore janë aspekte të rëndësishme ku duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë në skemat e sigurimeve shoqërore, po ashtu edhe në pjesën e pensionit që do të marrin gratë edhe vajzat, duhet të kenë akses të barabartë, si në punësim, por edhe në bizneset familjare. Këto janë kryesisht disa aspekte, por nga ana tjetër i mbron gratë dhe vajzat në vende dhe ambiente të ndryshme. Në të gjithë këtë panoramë, ky ligj e mbron pozitën e gruas dhe forcon pozitën e gruas. Në çështjet e sigurisë, për shembull, në media, mbaj mend kur un kam filluar që të ushtroj funksionin e avokates, ne shikonim shpeshherë, duke qenë se jam marrë me çështje të dhunës me bazë gjinore, shikonim tituj të cilat i diskriminonin gratë, i vendosin në pozita jo të barabarta, i cënonin, i fyenin dignitetin për mënyrën se si shkruheshin to. Ky ligj i ri ka të parashikuar masa edhe në lidhje me median, edhe në lidhje me informimin publik, edhe në fusha të tjera përveç punësimit, në çdo lloj fushe, në sport, që mund duket një fushë ku hyn këtu barazia gjinore,
po praktika ka treguar se gratë kanë problematika. Ato nuk trajtohen në mënyrë të barabartë, diskriminohen, nuk paguhen njësoj, nuk kanë akses të njëjtë. Le të ndalemi me radhë. Si paraqitet sot situata e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës? Sa akses, sa të mbrojtura janë, sa të barabarta janë për të qenë të pranishme në këtë treg? Janë shumë të rëndësishme që të kemi të dhëna në lidhje me pjesëmarrjen e grave në tregun e punës. Dhe një studim i cili na prodhon të dhëna të vazhdueshme është edhe studimi i Instatit për burra dhe gra. Dhe nëse shikojmë të dhënat e fundit të vitit 2025, ne aty evidentojmë që pjesëmarrjen më të lartë në tregun e punës, pra për vite me radhë, vazhdojnë që ta mbajnë burrat. Edhe nëse ndalemi tek përqindjet, pjesëmarrja më aktive është 82.3% për sa i përket burrave dhe 69.3% për gratë. Gjithmonë grup mosha për cilët janë të dhënat edhe studimi i burrave dhe gra në lidhje me këtë pjesë është 15 deri në 64 vjeç. Struktura e të punësuarve sipas statusit të aktivitetit tregon se rreth 51.2% e grave janë të punësuara me pagë, ndërsa 28.5% e tyre janë punëtore pa pagesë në bizneset familjare. Ndërsa një dhënë tjetër me rëndësi e Instatit është edhe fakti i punës në bujqësi. Ajo që është evidentuar për vite me radhë se gratë janë ato të cilat punojnë më shumë në bujqësi. Por nga ana tjetër, nëse ndalemi tek të dhëna që lidhen me pronat, ajo që evidentohet është gratë janë ato që kanë më pak toka, apo kanë më pak pronësi të regjistruar në emrin e tyre. Pra janë kryesisht burra, djemt apo vjeri, pra linja mashkullore e familjes, së cilët janë edhe pronar. Po ndërkohë gratë janë ato që janë të investuara më shumë edhe mbajnë goxha pesh në sektorin e bujqësisë. Pra shkalla, nëse ndalemi tek pjesa e shkallës së papunësisë, gjithmonë burrat e kanë më të ulët përqindjen se sa gratë, 8.9% burrat dhe 10% janë gratë. Tani shteti shqiptar edhe unë e përmenda pak edhe procesi i integrimit po ndihmon në përmirësimin e gjithë legjislacioneve. Gjithashtu ka dhe një qasje të tillë që ne i kemi të ratifikuara konventa të cilat e ndihmojnë pozitën e gruas, edhe që lidhen me pjesën e punësimit, edhe me ndalimin e diskriminimit apo dhunës, të cilat janë faktorë që ndikojnë edhe te pjesa e punësimit të grave, apo çështje që lidhen me mentalitetin, me ndryshimin e stereotipeve gjinore. Por nga ana tjetër, pra nëse ka një qasje që ne i miratojmë ligjet apo konventat, kërkojmë që të vendosim standarde, pastaj cedojmë te pjesa e zbatueshmërisë, edhe te pjesa e ofrimit të shërbimeve mbështetëse që t'i ndihmojmë gratë që ato të jenë sa më aktive në tregun e punës. Për shembull, ne kemi politika aktuale, kemi dhe ligje të cilat synojnë nxitjen e punësimit, ku gratë e grupeve të caktuara janë dhe subjekte të posaçme dhe mund të përfitojnë nga programet e nxitjes të aftësimit profesional. Apo kemi edhe një strategji që është e dedikuar dhe ka masa aktivitete objektiva edhe për nxitjen e grave drejt tregut të punës, por nga ana tjetër edhe për rritjen e kapaciteteve profesionale apo mundësi të ndryshme. Por nga ana tjetër janë këto pabarazitë që ne flasim, janë mbështetje, ato shërbimet mbështetëse që e pengojnë gruan që ajo të hyjë në tregun e punës. E kuptoj. Dua të ndalim tani tek ajo që quhet puna e papaguar në faktikisht. Çfarë është puna e papaguar për dikë që na ndjek tani dhe thotë çfarë është puna e papaguar? Puna e papaguar është që një burr kur vjen nga puna, vjen në shtëpi thotë jam shumë i lodhur, nuk prek më asgjë me dorë, madje do dal me shokët pi një birë se jam shumë i lodhur sot. Një grua vjen nga puna, fillon punën se duhen la rendo, duhen mbajtur fëmijët, duhen bërë detyra, duhen la rroba, duhet e kurosur. Pra gjithë kjo gjëja që është pak a shumë një 5 orësh mbas 8 orëshit të punës, quhet punë e papaguar. Në fakt ne në konceptin tonë kemi kështu të mirëqenë që kjo puna duhet bërë nga gratë, edhe nuk ka rëndësi nëse paguhet apo s'paguhet. Tani ka ndonjë rregullator këtu, si paraqitet kjo, si është ky disnivel? Po, në lidhje me punën e papaguar, sërish Instat na ndihmon këtu në lidhje me shifrat, të dhënat që janë edhe të rëndësishme, edhe për politikbërësit që ata duhet të orientojnë politikat, sepse të dhënat na nevojiten në këtë kuadër. Ajo që thot Instat në lidhje me këtë shifër është një grua shpenzon rreth 5 orë në ditë, ndoshta mund të ketë edhe shifra të tjera që kanë bërë studime të tjera, më shumë se sa një burr për sa i përket pjesës së punës së papaguar. Çfarë do të konsiderohet? Është ajo që ju përmendët. Pra janë përfshirja në punë të shtëpisë, kujdesi që mund të kenë ndaj një familjari, ndaj një të moshuarit, fëmijët, sidomos nënat që kanë fëmijë
me aftësitë kufizuara që ato duhet të jenë në shërbim 24 orë në ditë. Po si ndikon kjo tek pjesëmarrja e gruas në tregun e punës? Si ul të gjitha mundësitë dhe shanset? Sepse një nën që i ka fëmijët e vegjël apo ka një fëmijë me aftësitë kufizuara, ajo e ka të pamundur që të futet në tregun e punës. Nga ana tjetër, kjo ndikojnë shumë edhe rolet gjinore që janë të ndara në familje. Patriarkalizmi, mentaliteti që ne kemi, që gjithmonë gruaja apo vajzat e shtëpisë ato konsiderohen kur janë ato kryesore që duhet të përkujdesen për çdo gjë që lidhet me familjen. Dhe nga ana tjetër kjo në një farë mënyrë sikur trashëgohet, ndikon edhe në trashëgimin brez pas brezi. Kjo i ekspozon gratë ndaj varfërisë. Ato nuk janë të nuk kanë mundësi punësimi. Dhe kjo nuk ofron që të kenë mundësi dhe të kenë akses të njëjtë me burrat. Për të qenë në tregun e punës, në atë tregun aktiv të punës, për punën e dedikuar. Dhe kjo paraqitet në fakt dhe një tjetër paparazi që është shumë interesante është hendeku gjinor në pagë. Pavarësisht se ka ardhur në zbutje, ne jemi të gjitha koshiente dhe ky është një problem jo vetëm i Shqipërisë. Një hendek gjinor në paga për të njëjtën punë, një burr paguhet më shumë, një grua më pak. Në fakt, siç e thash, është një hendek që po ngushtohet. Dhe unë duhet të di se çfarë ka ndikuar në këtë ngushtim dhe çfarë duhet bërë në perspektivë. Në fakt, hendeku gjinor është diferenca, që kanë gratë edhe burrat në pagën e tyre. Po jo domosdoshmërisht hendeku gjinor vin për punë të njëjtë dhe pagë të njëjtë. Pra nuk është vetëm kjo arsyeja kryesore. Pra gratë dhe burrat paguhen ndryshe për të njëjtën punë. Kjo ndodh për shkak të pabarazisë strukturore që ekziston në shoqërinë tonë. Për shembull, janë punë të cilat konsiderohen që janë punë grash, ose disa punë ne i konsiderojmë si punë burrash dhe gratë nuk mund të përfshihen. Mirë, po këto punët e grave dhe këto punët që konsiderohen si të burrave, këto ndikojnë tek paga në fund të ditës apo në fund të muajit. Dhe pikërisht kjo diferencë që burrat janë gjithmonë më shumë të ekspozuar edhe ndaj pozicioneve vendimarrëse. Gratë ne e përmendëm që janë gjithmonë më pranë familjes për kujdesin, ato e kanë thuajse të pamundur. Pavarësisht se shifrat, vitet e fundit, edhe përbërja qeveritare apo institucione të tjera të rëndësishme kanë gra në drejtimet e tyre. Po flasim për një numër të përgjithshëm. Dhe pikërisht këtu ndikon, sepse nëse ti ke një pozicion vendimarrës, pa diskutim që dhe paga jote do të jetë më e lartë se sa një punë e cila është edhe më e thjeshtë. Tani në lidhje me këtë pjesën e uljes e ndekut që ju përmendën, pa diskutim që ky është komplekse si situatë dhe ka disa elemente që ndikojnë në të. Nuk është vetëm kjo çështja e pagës. Pra, edhe sipas Instatit, edhe sipas të dhënave që ju referuar, ka një ulje të ndekut gjinor, por ky mbetet i pranishëm dhe i qëndrueshëm, sidomos në sektorin privat. Gjithashtu kjo nuk do të thotë se ulja nuk do të thotë automatikisht se ul ndeku gjinor dhe ka barazi në paga. Kjo nuk të çon në barazi në paga. Një pjesë e këtyre vjen për shkak të ngushtimit të diferencave në pagat të cilat janë më të ulta dhe jo nga që janë rritur pagat dhe është ul ndeku gjinor. Gjithashtu, unë e përmenda që gratë janë më shumë të predispozuara që të marrin pjesë në sektor të cilët edhe paguhen më pak dhe burrat dominojnë pozicione të cilat janë goxha të larta. Pra duket që hendeku kufizohet për shkak të më shumë të shifrave, të statistikave, se sa ka një ndikim real në uljen e ndekut gjinor se u rritën pagat e grave apo vajzave në sektorin e punësimit. Në prezantimin e parë të kuadrit ligjor fole për këtë që quhet buxhetim i përgjegjshëm gjinor. Çfarë është ky buxhetim i përgjegjshëm gjinor? Tani, buxhetimi i përgjegjshëm gjinor, i cili është i parashikuar dhe te ligji për barazinë gjinore dhe shpresojmë shumë që ta ndryshojë situatën e përgjithshme në lidhje me çdo ligj të ri që do dali, lidhet me analizën që duhet i bëj ligjvënësi në momentin që miraton një ligj apo një politikë të re me planifikimin e buxhetit. Çfarë do të thotë? Pavarësisht se ka atë elementin gjinor, planifikimi duhet bërë i njëjtë si për gratë
për vajzat, për burrat dhe djemt. E qartë. Por duhet parë se si ndikon politika, si ndikon ky ligj në jetët e gruas, apo grave që janë në zonat rurale, apo nënave që janë të vetme. Pra ka nevojë për një analizë dhe një planifikim më të detajuar për mënyrën se si ndikon ky buxhet apo ky planifikim tek jetët e grave, vajzave, burrave dhe djemve. Pra është i përgjithshëm. Buxhetimi i përgjithshëm gjinor, nëse ai duhet të funksionojë realisht dhe të jetë efektiv, ka një ndikim shumë të madh në jetën e grave. E para çfarë duhet bërë që të realizohet? E nevojitet një analizë e detajuar përpara se të miratohet një ligj apo një politikë. Që lidhet pikërisht me pjesën e buxhetimit. Pra si preken gratë. Gratë preken ndryshe nga burrat, apo edhe brenda të njëjtit grup. Një grua në një zonë rurale nuk preket njësoj nga një lish në një zonë në zonat e urbanizuara. Apo një nënë vetme nuk mund të preket njësoj nga një nënë e cila ka dhe mbështetje të tjera në familje. Duhet të shikohet edhe lidhja e drejt për drejt midis politikës edhe fondeve. Edhe fondet duhet të jenë të vazhdueshme. Nuk mund të jenë për ta ushqyer idenë tënde, është një raport në fakt i shoqatës Together for Life, që e kemi këtu. Dhe ky raport në fakt tregon që buxhetimi gjinor më shpesh mbetet në letër, edhe nuk aplikohet. Është shumë i bukur kur thuhet kështu në letër, i shkruar në ligj, por diçka ngec tek aplikimi praktik. Çfarë ngec në fakt? Çfarë nuk ecën? Që të aplikohet ashtu siç duhet, flasim. Dimi që ju përmendët, më vjen mirë që e keni këtë studim, sepse është një studim goxha i detajuar, i cili përmban edhe elemente të kuadrit ligjor, edhe ka një analizë goxha të thelluar edhe të detajuar edhe të gjithë politikave dhe ndikimit që kanë ato në jetën e grave edhe vajzave në Shqipëri, por në shumicën e rasteve ajo që ne kemi evidentuar dhe në fakt ka evidentuar edhe ky raport është fakti se institucionet edhe kur raportojnë, për shembull edhe në strategjitë që kanë detyrim të raportojnë, ato raportojnë aktivitete dhe jo ndikim. Pra kush është ndikimi real që kanë pasur pikërisht këto politika të ndjeshme gjinore dhe ky buxhetim i ndjeshëm realisht tek gratë edhe vajzat. Për shembull sa kanë përfituar prej tyre, sa ka qenë përqindja, si ka ndikuar kjo qasje apo kjo politikë. A është rritur punësimi, a janë rritur të ardhurat e këtyre, pra këto janë të gjitha elementë që duhen evidentuar dhe duhen paraqitur. Pra jo vetëm le të themi raportimi si aktivitete, po ndikimi real që kanë pas. Mungon një analizë e nevojave të grave edhe vajzave kryesisht. Kështu që buxhetimi gjinor pikërisht këtë ka për qëllim, që politikat duhet të kenë të dhëna që janë të ndara sipas gjinisë, duhet të jenë të dizagreguara. Dhe kjo është për çdo ligj, për çdo legjislacion, për çdo politikë. Pikërisht që të shikohet ajo ndikimi real, efektiv. Analiza duhet bërë për punën e papaguar, për të gjitha këto elemente që ne po flasim, për punën e paguar, aksesin që kanë gratë në tregun e punës, paga e tyre, ndikimi që ato kanë në familje, koha që shpenzojnë, nënat e vetme dhe element të tjerë. Gjithashtu ajo që ne kemi evidentuar, që e evidenton edhe ky raport, është edhe fakti i përgjegjësisë. Pra duhet të ketë edhe një përgjegjësi në lidhje me mosbatueshmërinë e ligjeve apo të politikave. Ka nevojë edhe për një përgjegjësi institucionale, që pse nuk funksionon ky ligj apo kjo politikë, pse nuk ka pasur një ndikim real. Pra, sipas raportit, shumë institucione nuk kanë një ekspertizë gjinore që të nxjerrin edhe këto rezultate. E qartë, janë vetëm shifra. Dua të ndalem pak se e përmendë gratë në bujqësi, të cilat shmangen shpesh nga pronësia, pavarësisht se punojnë shumë edhe aty dhe ajo puna e papaguar e tyre. Mirë, po në sektorin bujqësor, dhe unë dua ta citoj këtë shifër, gratë përbëjnë vetëm 8 deri në 15% të përfituesve nga skemat e mbështetjes. Cilat janë barierat që krijojnë të kufizim të grave në bujqësi për të pasur akses tek fondet? Po, unë e përmenda pak. E para njerë që gratë futen në fonde apo në subvencione, në kredi ato duhet të kenë tokë. Dhe aktualisht me shifra, pavarësisht se nuk ka shifra të publikuara, por nëse kthehemi pas në kohë, në vitin 2006 është bërë një studim ka një organizatë ndërkombëtare dhe gratë kanë pasur vetëm 8% të grave e kanë pas emrin në certifikatat e pronësisë. Pra kanë qenë bashkëpronare në tërësi ato apartamenteve të tokave bujqësore.
ka një përmirësim në këtë kuadër, edhe pse nuk ka shifra të fundit, të ditëve që ne po flasim. Një studim tjetër është i vitit 2022, sugjerojnë se rreth 37% e grave raportojnë se bashk posedojnë prona. Pra që është edhe një pjesëtar tjetër i familjes, ndërkohë që për burrat nuk është kjo situatë, se është 62.3%. Çfarë ndikon tjetër? Ndikon që nuk kanë shumë informacion. Për shembull, më bëri një përshtypje, jam e përfshirë në një projekt ku po studiohet pikërisht kjo pjesa e të drejtave pronësore të grave. Dhe në Dibër, një nga punonësit e institucioneve më thanë që ne pa diskutim që ja u garantojmë gratë të drejtat e tyre dhe i regjistrojmë, dhe sidomos te pjesa e tokave bujqësore, pa ma ishin burrat ata që shkonin dhe kërkonin regjistrimin e pronës. Rastet ishin shumë të rralla kur shkonin vetë gratë dhe të kërkonin këtë të drejtë. Ato kanë mungesë informacioni. Edhe për shkak të angazhimit në bujqësi, të kujdesit, çështja e mentalitetit, nuk shkojnë në zyrat shtetërore. Ato shpeshherë nuk e kanë informacionin. Nga takimet që unë kam me gratë, nuk kanë informacion që ato kanë të drejta pronësore në tokat bujqësore. Nëse kanë qenë pjesë e përbërjes familjare të certifikatës familjare të vitit 91 për ligjin për tokën bujqësore. Nëse një grua na dëgjon tani dhe është në këtë situatë, çfarë do t'i thojë? Pra, nëse një grua ka qenë pjesë në përbërjen familjare, si në familjen e origjinës apo ka qenë e martuar nga gushti të vitit 1991 dhe kam pasur një tokë bujqësore, pra vetë shteti ka dhënë tokë bujqësore, ajo është bashkëpronare. E njëjta gjë ndodh edhe me banesat, apartamentet. Nëse është e martuar dhe ka mbledh prona, pasuri të luajshme dhe të paluajshme, dhe kanë zgjedhur regjimin pasuror martesor që ne e konsiderojmë të bashkësisë ligjore, ajo është bashkëpronare njësoj si buri. E ka apo nuk e ka emrin në certifikatën e pronësisë. Në të njëjtën kohë trashëgon njësoj ligjërisht si gjithë pjesëtarët meshkuj, burra, djem të familjes së saj, nga prindrit. Nëse një prind nuk jeton më, atëherë gratë e shtëpisë, edhe burrat e shtëpisë trashëgojnë njësoj. Se shpeshherë gratë edhe për shkak të mungesës së informacionit, po këtu ndikon pasaj dhe mentaliteti që djali i shtëpisë. Ato heqin dorë, ato shkojnë në një noter, dhe nuk e din. Heq dorë dhe ja lë vllai. Heq dorë dhe ja lë, ose i jep prokura, të posaçme i quajmë, i jep ta gratë të pakufishme për fajsimi. Dhe gratë nuk e din që nëpërmjet asaj prokura, atij veprimi të thjeshtë juridik që bën para noterit, ndërkohë ka heq të drejtë nga të drejtat e saj pronësore. E kuptoj. Dhe kjo evidentohet pastaj tek pjesa megjithatë ligji i mbështet pavarësisht pastaj që këto janë ndryshime të mentalitetit që vijnë me kohë. Dhe dua të ndalem pak te gratë sipërmarrëse. Për fat kemi gratë sipërmarrëse. Por a ka politika të dedikuara në mënyrë që ta ketë më të lehtë gratë sipërmarrëse të jenë prezente në tregun e sipërmarrjes? Po, është e njëjta situatë edhe tek pjesa e grave sipërmarrëse. Ne në fakt kemi pasur edhe një ministrin të dedikuar për pjesën e sipërmarrjes, për pjesën e aksesit që kanë gratë edhe te kredit të vogla, të mesme, janë të parashikuara të gjitha këto elemente edhe tek raporti i Together for Life. Por realiteti është komplet ndryshe. Pra, për gjitha këto elemente që ne përmendëm, aksesi është goxha i kufizuar, sepse shpeshherë këto janë të lidhura edhe me informimin, edhe me mundësitë që gratë kanë, procedurat ndonjëherë janë komplekse, janë të vështira që ato të përfshihen për start-upe apo në sipërmarrje të reja. Gratë nuk kanë nevojë vetëm që të kenë shpeshherë aplikimet mund të jenë të komplikuara. Ato kanë nevojë për mentorim dhe mbështetje të vazhdueshme. Dhe jo për një projekt apo një program që i jep atyre mundësina. Ajo duhet të rritet nga ana profesionale, të mentorohet gjatë gjithë kohës që nis biznesin e saj derisa biznesi të bëhet i suksesshëm. Pa diskutim që edhe politikat shtetërore, edhe pasja e një institucioni të dedikuar ka sjell përmirësime në këtë kuadër. Pra ka gra dhe ka shifra, ka të dhëna që gratë janë në nivele sipërmarrëse, po prap këto shifra nëse do t'i krahasoni me burrat në sipërmarrje kanë goxha diferencë. Do të dalem pak tek varfëria, sepse për fat keq gratë rrezikojnë të bien në statusin e varfërisë më shumë se burrat. A ka politika për ta zbutur këtë realitet? Varfëria në fakt prek sidomos grupet më të marginalizuara. Mund të jenë gratë
të cilat janë nëna të vetme, janë kryefamiljare apo viktimat e dhunës, gratë rome, egjiptiane, gratë në zonat rurale, janë goxha të kufizuara politikat në këtë kuadër. Pra është ajo ndihma ekonomike, që edhe shifra është goxha e ulët. Nuk besoj se është e mjaftueshme që nëpërmjet kësaj skeme të kenë mundësi që të dalin nga varfëria. Nga ana tjetër, edhe për viktimat e dhunës, shteti ka parashikuar një mbështetje për sa kohë ato janë të mbrojtura me urdhër mbrojtje. Shuma sërish është minimale, rreth 9.900 lek në muaj, që është e pamundur që një zonjë e cila nuk është e punësuar, ka fëmijë të vegjël, t'ia dali vetëm me këtë pagesë. Pastaj janë shërbime sociale dhe të kujdesit, po dhe ato janë goxha të limituara, sidomos për personat që janë të moshuar apo për ata që janë me aftësi të kufizuara. Pra ka politika, ka ligje të cilat ofrojnë mbështetje, po janë sërish të minimale. E qartë. Iris, unë të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që biseduam bashkë. Miq, faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.